kemi një moment tjetër, më ndërpret me Dorianën, po, edhe Osmani rëmben tokat e Vlorës. Tani, Osmani e bet fjallë për këtë të filmit, Osmani aktor tani ka ardhur se Osmani atere i mërë të gjitha. Erdi, mori gjithë Turkinë, bëri dhe perandorin më të rëndësishme në botë. Për herë të parë dhe të fundit, për herë të parë në historinë e botës, Turkia u bëja. Osmani tani ka ardhur me robat e vërteta, që është një aktori e të gjitha, që Osmani math atere, sa në mori gjithë botë. Po këtë thonë ka ardhur dhe Osmani këtu, me famë botërore tani, dhe si aktor, që ka bërë filmin e gjitha, dhe ka marrë 88.5 hektar tokë, thonë, mos gënjejnë për këtë, mos është në një dorë Erdoganit e në një tjetër e kështu. Se kështu do marrin këtë. 88.5 hektar është më e madhe si përfaqes e Porti Durrësit që ju dalë. 88.5 hektar, sa metra janë? Ola se... 885.000 metra. 885.000 metra, afër 1 milion metra. Po pse i duhen aktorit këto? Aktori në fakt është imazhi i kompanisë që... Aktori është imazhi i kompanisë, pronari është tjetër. Po se këta ja kanë futur Osmanit, doli njerin proteste, dhe bërtiste Osmani ka marrë thash, avokat. Shiko, problemi është i tillë që në rast organet ligjzbatuese veprojnë pasi Osmani ta blej tokën, pasi Osmani të marrë një arkitekt që quhet Ertugrul, pasi të marrë një investitor i cili... Ertugrul ishte babai? Po, pasi të marrë një investitor i cili mund të ketë marrë nga Turqia në Bullgari, në Shqipëri, heroin, se kokaina është në rrugë tjetër. Sulejmani. Dhe pasi të ndërtohen të gjitha godinat në konflikt të pastër interesi, në shpërdorim detyre, në shkelje të çdo ligji urbanistik, ne do presim Osmanin me gjithë heshtën e tij, me gjithë shpatë, do e presim këtu. Problemi është që këta osmanllarët tanë, që janë tërë organet ligjzbatuese, tërë KKRT-të, të tërë format e tjera, të tregohen të paktën aq të zotët, sa të mos e lënë Osmanin të hyjë si Gjon Turqit. Ky është thelbi. Turqit janë në të rinjë, Osmani është të herët. Osmani, po edhimi shkurt, kompania Rams Albania, pra që është kompania turke Rams Global, po e merë tokën si investitor strategjik. Një të dritë që ka Komiteti Investimeve Strategjike. Dhe njëherë. Dhe toka BKM-ja është për transferimin të fondi i pasurive të palude. E përdora Osmanin si simbolik. Tashi unë duhet përdor një simbolik tjetër përsa i përket organeve ligjzbatuese shqiptare. Në rast se organet ligjzbatuese shqiptare arrin të marrin 2-3 arkitektë si e zonja që foli pak më parë, edhe të bëjnë një ekspertim dhe të shohin duke ju referuar Kushtetutës së Republikës Shqipërisë, ligjeve të Republikës Shqipërisë për planifikimin e territorit dhe planifikimin urbanistik, a ka ndikim në jetesën normale të qytetarëve të Tiranës dhe të Shqipërisë ky zhvillim urbanistik, dhe në rast se ka ndikim negativ, atëherë automatikisht përbën një vepër penale që quhet shpërdorim detyre më pasoj në liri dhe të drejtat themelore të njeriut. Këto janë elementet të cilët ne nuk i kemi parë, dhe në rast se prokuroria e posaçme nuk shikon, ose prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm përgjithësi, nuk shikon që në të rrugët e Tiranës, ku të gjen një ceplulisht ose një lokal të praktisur, janë çështje... Jo, se tani do kalojmë aty. Po tani mbarojmë të Osmanit. Kanë lidhje të drejtë për drejtë me atë që quhet hetimi kryesisht. Në rast se jetesa jote, më fal që ndërpres. Jo, të ndërpreva unë dhe ndjes. Në Tiranë ke një plan rregullues dhe ke një ligj për planifikimin e territorit që jep të drejtë KKT-s ta shkel sa herë të do. Kështu që nga pikpamja ligjore ata janë në rregull. Jo, s'është kështu. Çështja është... Jo, këtu abuzohet dhe nga ata. Edhe ne që e kuptojmë ashtu. Në rast se ti i merr ligjet dhe i shikon në mënyrë të plot dhe integrale ligjin e planifikimit urban, ligjin e planifikimit territorit, ligjin mbi ndërtimet, dhe shikon të tërë funksionimet e autoriteteve publike që japin licencimin për ndërtimet, patjetër që do konstatosh atë që the pak më parë. A kemi favorizim dhe ndërhyrje të palishme, dhe a kemi një të qëndrojmë po të libri. A kemi deklarimet të disa arkitektëve të cilët thonë ne po bënim projektin pa u dhënë akoma lejet nga autoritetet publike? Atëherë unë e marr dhe thras si prokurori dhe e bëj dëshmi. Po para disa vitesh që jemi marrë, që i kam marrë një për një me email në Instagram, ku si kam shkruar për arkitektëve që s'merrin dot asnjë fjali. Ka ardhur momenti
që të vendoset në lojë. Nga pikpamja ligjore, ata e kanë bërë ligjin për të, në thonjza, për të vjedhur me ligj. Po nuk është kështu, sepse funksionon dhe tjetra. Nga pikpamja ligjore, unë po të shpjegoj dhe. Po pra, atëre, me qënë se njerëzit janë në protest, është një nxitje dhe një zgjim, edhe i organeve ligjbatuese shqiptare të kuptojnë që jo gjithçka që bëhet nëpërmjet ligjit është e ligjshme, sepse duhet para është bërë ligj për konflikt interesi, është bërë ligj me ndikime të paligjshme, a kemi të bëjmë me një strukturë e cila ka dëmtuar përfundimisht urbanistikën e qytetit, dhe duke dëmtuar urbanistikën e qytetit, unë shikoj disa arkitekt që kanë konflikt interesi, unë shikoj disa investitor që kanë bërë... Disi bëjë këtë se shef fare prokuroria tani, se s'mund të bëjmë Republik prokurorie. Në momentin që ke autoritetin vendor që i meren kompetencat nga autoriteti qendror, kryetari Bashkisë së Tiranës shumë mirë mund shkonte ta kontestonte në gjykatë kushtetuese, ligjin për planifikim të territorit, edhe këtu të funksionon gjithë seti. Ja dy fjalë edhe tani për çdo gjë hajde për prokurorin që jo, s'po thot njëri për çdo gjë. Nuk kemi në temë thotë Lala. Po që për të mbrojtur prokurorin e mbrojtur. Po të them diçka. Në rast se logjik penale kudo, nuk po them që po mbroj prokurorin. Lala thot nuk kemi në temë. Në rast se është bërë kala dhe ka shkelje të ligjit në çdo cep, patjetër politik penale do bësh, se nuk do bësh me politikë administrative. Në rast se Bashkia e Tiranës kur verifikon një ndërtues penale bëhet me vot për mua. Qartë. Më falë. Dohet me vot. Më falë. Mua çfarë më shqetëson në rastin konkret që kjo sipërfaqe e madhe e tokës i ka kaluar Rems Vllbenja ka të bëjë pikërisht me ligjin për investime strategjike. Ligje për investime strategjike, më korrigjojnë kolegët nëse unë e kam gabim, u miratua me qëllim që të funksiononte prej 3 vitesh, apo jo, ola 3 vjeçare ka patur afatin. Jo, e ka patur 10 vjeçar dhe është tyr 5 herë. Dhe është tyr 5 herë, 6 herë deri më tani. Pra do thot që në fund të këtij viti përfundon, ose më saktë, ka qenë dhe direktive Bashkimit Evropian që shfuqizohet ligji për investime strategjike, që në këndvështrimin tim është ligji që i ka bërë më shumë dëm qytetarëve shqiptarë dhe është një masakër e vërtet. Unë kam 10 ankesa që përmes Komitetit Investimeve Strategjike, po u merret prona, jo nuk është për çështje. Jo, t'jesh me një gjë tjetër se më thot njëri, që të njeh ty edhe mua, po ta them kur të dalim emrin se të përdor. Thot po kjo Klodi pse s'lua në një film thot dhe merr edhe kjo, se këtu kanë marrë disa aktorë, jo Osmani që është aq i madh, po disa aktorë kanë marrë këtu. Tani, a i ka të drejtë jetë një kompanie dhe unë mendoj që devijimi për ta quar të kerimi një aktori është komplet qesharak dhe nuk i shërben të vërtetës. Problemi është ligji për investime strategjike, është një ligj klientelist dhe bërë shumë mirë, është një ligj klientelist, është një ligj që do duhet të ishte shfuqizuar dhe nuk do të ishte praktikisht aktiv si që pëndodhe dhe sot, dhe qëfar është duke bërë qeveria shqiptare. Në momentin që në fund të këtij viti, ligji praktikisht bie, është duke nxituar për të kaluar me shpejtësi mira hektar tokë në funksion të investitorëve strategjik, të cilët deri më tani nuk i kanë sjellë asnjë benefit qytetarëve shqiptarë, dhe mendoj që sa i përket Komitetit të Investimeve Strategjike, është një institucion që realisht duhet hetohet nga prokuroria posaçme, sepse kam ankesa edhe në Tiranë, por edhe në rrethe, që ky komitet ka shkuar deri aty, sa nuk ka njohur dokumenta. Dhe kemi një rast në mes të Tiranës, familje shumë e njohur e cila ka gjithë dokumentacionin dhe nuk i regjistrohet prona, sepse nuk duan t'ja regjistrojnë këtë pronë, për shkak se prona është duke marrë nga Komiteti i Investimeve Strategjike. Dhe mendoj që për te i të gjithave duhet parë pikërisht ky ligj, sepse qeveria si rregull mos gabohem në fund të vitit, ligji praktikisht nuk mund të shtyhet më, sepse është shtyr 5 herë, 6 herë, nuk e di sa shtyr, do më thënë disa herë deri tani. Pra mendoj që kjo do të jetë pika kryesore që ne duhet diskutojmë lidhje me kalimin e kësaj sipërfaqe me VKK. Hajde ta kemi, se kemi dhe 2 çështje tjera. Jo, patjetër, po këtu... Të mori ti tani këtë, Osmani është atje, po ke njëri tjetër mbrapa aty. Jo, ata janë kompanie madhe. Kompanie madhe, ha? Ata janë kurd tamam, ata kurdut që kanë lidhje në Turqi dhe selinë e kompanisë e kanë në Kazakistan, në mos gaboj, po janë në shumë shtete, janë një korporat e madhe e cila ka bërë goxha projektet mëdha. Tani, çështja është që këta këtu kanë ardhur me një projekt për bërë një tip kompleksi industrial dhe teknologjik, ku duan të ndërtojnë, duan të bëjnë aktivitet auto të industrisë
automobilistike, duen të merre me teknologji artificiale e kështu me radhë. Tani aty duhet parë, nëse këta do jenë thjesht zhvilluesit, që do ndërtojnë ambientet, do ndërtojnë ca zyra aty, dhe pastaj kismet, hajtë të presim që të vinë kompanit që të kontraktojnë ta, që të kryojnë aty, pra si stili që bën të Durana, atyre është kot. Nëse me të vërtet këta do jenë investitorët që do ndërtojnë aty fabrikat që do punojnë për teknologji, për inteligencë artificiale, industrinë e automatizimit e kështu me radhë, kjo është një nga, po themi, dhenjet më të ajrit të tokës që është berë, por nga eksperienca, ne kemi parë që këta i japin për ashtu dhe rrugës ato përfundojnë gjërat tjera. Pra, nëse do bëjnë vërtet fabrika dhe aktivitete ekonomike, po leta marrin. Po të shohësh objektin e kompanisë dhe eksperiencën që ato kanë, janë ndërtim real estate. Nuk kanë eksperiencë as për industria IT të lartë, as inteligencë artificiale, si që kanë të shënuar tek objekti dhe ajo që kanë propozuar për para Komitetit të Investimeve Strategjike. Pjesa tjetër që kudo kemi parë që thonë 100 milion euro këtu, 2 miliard euro në Durrës, edhe ne kemi sot një raport që e dim se sa kanë qenë edhe cila ka qenë struktura e financimit të këtyre investimeve. Shumica e projekteve të investimeve strategjike kanë ngelur me leje në xhep që presin që thjesht të marrin tokën edhe pasaj të ndërtojnë me strukturën e financimit me parashitje, pra nuk është se kanë sjell investime reale, unë mendoj që synimi është thjesht që të marrin tokën, është në një zonë të favorshme në Vlorë për të ndërtuar dhe marrin me 1 euro. Pyetja tjetër që kam është, ne kemi 2 ligje, një për zonat e lira ekonomike, një për zonat e lira teknologjike. Të dyja këto ligje, përpara se t'jepet një zonë ekonomike ose teknologjike për zhvillim, parashikojnë garën, ankandin, që vjen projekti, konkurojnë kompanit, konkuron numrit punësuarve, konkuron ideja me mirë, dhe komisioni pavarur shep pastaj edhe ekspertët shohin se sa e realizueshme është. Sot të gjithë kanë zgjetur rrugën e shkurtër, shkojnë përpara disa institucioneve në krye të cilave është Zoti Edi Rama, që është kryeministër, është kryetari i Komitetit të Investimeve Strategjike, është kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit, pra kudo i çojnë ato letrat atje dhe marrin status të veçantë. Vetëm një saksim, ligji për investime strategjike është miratuar në 2015 me afat 3 vjeçar dhe është shtyr 6 herë deri më tani. Dhe ka marrë kritika shumë të ashpra nga Bashkimi Evropian. Prandaj mendoj që duhet të ketë se kanë ndonjë ndrojtje të madhe nëse marrin kritika për këtë ligj Flodi. Dakord, pa dakord, problemi është çfarë këtë duhet shohim. Ky është një ligj që është marrë jo toka publike, po dhe toka private, ju e cituat shumë mirë rastin e kam parasysh. Besoj duhet jetë ndonjë pronare mediash ajo që rastin në fjalë që ju thatë, sepse këtu ka jep Komiteti Investimeve Strategjike statusin e investitorit strategjik kur ti nuk ke tokën tënde në tokë private. Si mund të jap këtë? A ka bësh ke ligji, sekretariatit dhe gjithë? Kjo më shqetëson mua. Te gjip për Osmanin të jo? E tha. Pse? Tani, goditje spak dhe... Shumë i përqendruar.